Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të respektuar teleshikues ku do jeni, ju përshëndes. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Popujt e Kur'anit është emisioni, programi jonë që na takon përjavshëm. Ne nga Kur'ani sjellim rrëfimet të cilat Allahu xhalla xjalaluhu i ka zgjedhur ti përmend në librin e tij, dhe ato rrëfime natyrshëm që nuk janë për të mbushur faqet e librit të tij, sepse Kur'ani njihet si libër i shkurtër kur është në pyetje libri që udhëzon njerëzit dhe njerëzimin e gjitha kohrave dhe është i pashlyeshëm dhe i pazavendësueshëm. Kur dihet se Kur'ani është libër që rregullon jetën njerëzore prej të parës deri te e fundit. Pra mundohet që të jetë për ne model edhe për mëngjesin tonë dhe për mbrëmjen tonë, për rinin tonë, për pleqërinë tonë, për jetën e kësaj bote, për jetën e botës tjetër, për planetet se si janë krijuar, si është krijuar gjithësia dhe si do të përfundojnë, e shumë gjëra të tjera, pra të ngërthehen gjitha këto, e të mos lasim ana ligjore, juridike, dhe të thuhet pra Kurani është libër i gjatë me siguri që nuk ka vend, pra është libër tepër i shkurt. E të thuhet pastaj, në këtë libër të shkurtër, ka dhe ngjarje historike, shumë kush do të mund të habitej shumë si ka mundësi në një libër kaq pak voluminoz të ketë vend edhe për histori. Në fakt, ne do ta kuptojmë se historia përmendur në Kur'an nuk është histori. Ajo nuk është çështje që i takon të kaluarës. Ajo është bash aktualitet. Historia në Kur'an është besim. Historia në Kur'an është model. Historia në Kur'an është ana figurative e jetës, se si kanë jetuar njerëzit më herët, se si kanë funksionuar, se si kanë qarkulluar, cili ka qenë përfundimi i tyre, për çfarë ata kanë përfunduar, në mënyrë që kanë përfunduar e tjera, dhe kjo është që Kur'anin e bën shumë të veçantë. E natyrshëm për ngjarje më interesante, ndoshta do të kisha veçuar, është ngjarja me popullin e Lutit. Luti nuk është ndër 5 pejgamberët më të mëdhenj. Luti nuk përmendet ndër pejgamberët që sa gjatë ka thirrë në besim, sikur që ishte çështja me Nuhin alayhis salam. Luti ka mund të jetoj dikun 175 vite, thuhet në libra, pra jeta e tij tërësishme. Nuhin me Lutin, dy emra që neve na duken pak edhe në aspektin fonetik si të ngjashëm si të afërm, i bashkon një gjë. Të dytë kanë pas problem me gratë e tyre, me bashkëshortet e tyre, e që Allahu i përmend në Kur'an si dy shembuj të ndryshëm. Thot shembulli i mirë, modeli i mirë është gruaja e Faraonit. Faraoni ishte thirrës në mosbesim, madje thoshte unë jam Zoti më i madh, më i lartë, ndërkaq gruaja e tij nuk i besonte Faraonit, por i besoi Allahu xhalla xjalaluhu, Asja, dhe si e tillë do të jetë zonjë e xhennetit. Ndërkaq shembulli tjetër i kundërti me këto është, thot imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut. Allahu thot kur ka marrë këta dy shembuj, kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain. Thot kanë qenë në bashkësi të dy prej robërve tanë të mirë. Fakhanatahuma. Ato gra nuk i përfillën burrat e tyre, pra i mashtruan. Sa që disa më vonë e kanë trajtuar se i kanë tradhuar, pra në kuptimin e moralit. Nuk është këtë çështje, por është diçka tjetër. Luti alayhis salam e kishte gruan që nuk i ishte bindur asnjëherë Lutit në thirrjet e tij. Madje çoroditjet e popullit i konsideronte si të mirëqena. Ç'është interesantja, vetë gruaja e Lutit ishte grua e një pejgamberi që ajo kishte marrëdhënie me burrin e vet, edhe intimitet me burrin e vet, dhe rrjedhimisht kishte edhe fëmijë. Pra ajo i takonte lozës së familjes së shëndosh. Mirë po, çudia është me njerëzit, dhe kjo duhet të kemi shumë
kujdes të një pikë tjetër. Çfarë është ajo? E ruajnë vijën përkatësinë familjare më shumë se sa përkatësinë e besimit. Kjo që sot njihet si çështja e kombit, si çështja e nacionalitetit, si çështja e bazës e origjinës nga vjen njeriu. Pra, nga njëherë kur është loza e përzime, nuk kanë fajt disa njerëz që dyshojnë ti mund të jesh njeri i mirë, po ndoshta gjyshi, babgjyshi, pra katërgjyshi ose dikush tjetër ka pas ndonjë lidhje jo të mirë, nuk ka qenë fort kombëtar i mirë, ka qenë tradhtar etj. Pra gjitha këto t'i atribojnë edhe ty që ndoshta ti je shumë i papajshëm. Por pse? Sepse është e zakonshme që njerëzit e ruajnë lozën e tyre dhe kjo ka ngjanë edhe me gruan e Lutit alayhis salam. Çfarë ka vepruar ajo? Ajo nuk i besonte burrit vet, që ishte argumentet dhe thirrja e burrit të vet ishte në interes të saj si gru dhe e komunitetit të grave. Por ajo nga frika, po e them nga frika se nga simpatia për popullin, ajo më shumë ishte bija e popullit se sa bashortja e Lutit alayhis salam. Në këtë rast, kjo është mësim për të krejt njerëzit, pa kur farë dileme edhe për hoxhën. Do të di, pra, kë e ka zgjedhur për bashortje, sepse bashortja nëse vjen nga një mes, për shembull, mund t'i duket dikujt filan vajza është e bukur dhe do të njoftohem me të. Nëse është një grua, një vajzë që vjen nga familje ateiste, ajo mund ndodhë që më tepër i favorizon prindërit e saj nesër, kushërit e saj, të afërmit e saj, se sa ty si hoxh që ti ke zgjedhur për bukuri një grua të tillë ta kesh bashorte. Ai mund të lej në një situatë më të palakmueshme në jetën tënde të përditshme, sepse është e tillë që pra di të mbaj vijën e familjes të përkatësisë të armës. Ose ndonjëherë kur duket tek ne që po e teprojmë në këtë çështje, kur dikush ka bërë martesa me komunitete tjera, në këtë rast për shembull për popullin ton shqiptar të përvojtun në armiqësi të përhershme me serbët dhe serbin, kur dikush është martuar me serbe. Fetarisht ne kemi të drejtë të bëjmë martesë të tillë, pra që muslimani të ketë gruan të krishtere. Por është vështirë dhe shumë vështirë që t'ja del nëse ajo është në parimet e veta. Fundja ajo ka rrezik që prap një ditë prej ditëve të anoj ka baza e saj, ka origjina e saj dhe të ndihet serbe dhe në një farë formë, pastaj mund të ndikojë edhe tek fëmijët që të kenë një farë dashamirësie për dajt e tyre. Unë nuk po dua të them këtu që ne duhet t'i prishim urat e pajtimeve, por nuk ka iniciativa të tilla. Kur nuk ka të tilla dhe ata të luftojnë dhe vazhdojnë të luftojnë. Sikur që ishte rasti në mënyrë të vazhdueshme, jo vetëm me luftën e vitit 99, po edhe me luftën pas luftës në pavarësi, në njohje nga shtetet tjera, në luftë hibride dhe jo hibride kundër teje, pra që ata nuk e ndalin kur një hovin kundër teje. Pra i bie se duhet të kemi shumë kujdes këtu. Gruaja e Lutit pra në këtë rast nuk i kishte besuar dhe jo vetëm që nuk i kishte besuar, por edhe i kishte tratuar në një aspekt shumë të keq, por jo në aspektin po them të tradhtisë morale. Ajo është tashmë edhe më e vogël si lloj mëkati. Kur ata të nderuar teleshikues bën vepra çfarë bën, Allahu xhalla xhelaluhu kishte vendosur dhe ishte pa që nuk ka se çfarë të jepej atyre mundësi më tepër, hapësirë më tepër për të zhvilluar jetën e tyre normale, kishte ardhur urdhri Allahu xhalla xhelaluhu që ata të dënoheshin. Të dënoheshin në çfarë mënyre? Allahu kishte dërguar Xhibrilin me 2 melajke tjera që mendohet se kanë qenë Mikaili dhe Israfili, të cilat e kanë shoshruar Xhibrilin dhe ata fillimisht shkuan te Ibrahim alayhis salam, e takuan atë në shtëpinë e tij dhe i dhanë si hariqin myshdën për të lind Sara,
gruaja e Ibrahimit djalin Ishakun, që pas Ishakut të vijë një djalë tjetër që është Jakubi. Dhe ata nuk hëngrën ushqim, nuk ndajtën më shumë dhe i treguan se mos u friksoni, ne jemi melek, nuk ham ushqim, ne na ka dërguar Allahu që ta japim këtë mysh dhe këtë lajm të ju, por dhe jemi në pyetjen ma khatbukum, fe ma khatbukum ejuhal mursalun, pra çfarë është çështja juaj o ju të deleguar, pyeti Ibrahimi a.s. Gjibrilin, dhe ai i tha, ne jemi duke shkuar tek populli i Lutit, do ta vizitojmë Lutin dhe popullin, sepse ata veç e kanë tepruar në mëkatet e tyre. Pra, i tregojnë se ne do të shkojmë me i dënu ata. Zatën edhe frika e Ibrahimit a.s. sepse këta ishin melek dhe kanë hyrë në shtëpi, nuk ishte pse janë melek, por zakonshëm këta shkojnë për të reaguar dikun ku është keq situata. Në rastin konkret, kur ata treguan se po shkojnë te populli i Lutit dhe dihej se çfarë vepronin, tashmë ishte më së qartë se ata do të shkojnë dhe ta dënojnë atë popull. Ibrahimi a.s. pati për ta një porosi shumë interesante, tha vetëm keni kujdes te Luti është në mesin e tyre, pra jeton në njërin prej 5, respektivisht 7 fshatrave që janë atje, dhe besimtarët familja e tij. Ata i thanë, po, kem parasysh, ne do ta shpëtojmë Lutin dhe familjen e tij përpos gruas e cila e ka tepruar dhe është në mesin e mëkatarëve. Kur shkon ky delegacion i Allahut xhelle xhelaluhu dhe ata kërkojnë të takohen me Lutin, shihen se janë ndryshe dhe takojnë. Luti a.s. kishte një frikë shumë të madhe që t'i priste. Nga bukuria e kupton se mund të mos jenë mysafir të rëndënd. Luti ka pas gostëri dhe ka pas odën e hapur, por aty ishte shumë e njohshme që nuk e duronin mysafirin ata. Dhe në atë rast ata insistojnë që të takohen me Lutin. Luti dënë të takoj, thotë, jo, ne duam të vim tek shtëpia jote. Luti kërkon që të mos i marrë në shtëpi. Nuk ka besë nga populli që të marrë mysafir, se ata nuk i pranojnë mysafirët. Ata insistojnë, thotë, pa i treguar se kush janë, ne do të vim tek ju në shtëpi dhe jo ndryshe. Kur kësaj ata insistojnë dhe veprojnë, ai thot, ata ne do të shkojmë, por do të shkojmë në një pjesë të natës, që njerëzit të mos e hetojnë që ai ka mysafir, sepse po të dihet një gjë e tillë, ata do të shkojnë t'i sulmojnë pse ti pranojnë mysafir, pra do t'i keq trajtojnë mysafirët, e madje prej keq trajtimit do të jetë edhe tentativa, ndoshta Allahu alem, edhe për të bërë veprimin makabër, atë rast të bëjnë marrëdhënie intime me ta, duke qenë se duken të jenë meshkuj të zënë. Ashtu edhe ndodh, ata shkojnë natën, në një pjesë të natës, aty e takojnë pra Lutin dhe takojnë familjen e Lutit, dhe aty të tregojnë pastaj për qëllimin e shkuarjes në këtë vend. Ne e dim se ti e ke bërë mundin tënd, e ke dhënë maksimumin, që këtë popull ta udhëzosh dhe ta drejtosh, por ja që këta nuk kanë marrë mësim, nuk kanë treguar interesim që të ecin hapave tu dhe të marrin më të mirën e mundshme nga mësimet qiellore, hynore, por ata kanë vazhduar me dukurit e tyre negative dhe ne tani do t'i dënojmë. Këto fjalë i dëgjon edhe gruaja e Lutit, e cila edhe në këtë rast bashkëpunon me popullin. T'ju tregoj atyre natën se ne kemi mysafir, pra pikërisht ajo frika që ishte e Lutit a.s. Ishte e pamundur që ajo të dilte nga shtëpia, po çfarë bëri? Doli mbi shtëpi, pra mbi ndërtesën që e kanë pas, dhe ndezi zjarr. E zjarri edhe tymi në atë kohë e hiri pluhuri,
kanë qenë shenja që kemi mysafir. Ne për këtë arsye, pra po djegim zjarm, sepse në atë kuptim po pjekim mish ose po gosticim dikën. Populli e kuptuan që aty ka mysafir dhe shkuan për të nxjerrë mysafirët jashtë. Luti përgjigjet se nuk është askush këtu i huaj brenda. Ata kuptojnë thotë du të nxjerrësh mysafirët jashtë. Ke mysafir. Luti në atë rast bën një taktikë, nxjerr vajzat e veta, thotë këto janë që ne për këto kemi ndez zjarrin pra. Ju nëse keni për të vepruar diç urdhani. Kjo është familja ime. Ata me insistim kërkojnë një gjë të tillë që të takohen në atë rast ballafaqimi është tepër i dëmshëm. Mysafirët e Allahut xhelle xhelaluhu në tokë, mysafirët e Lutit alayhis salam për Lutin ishin të mirë, por për popullin zullumçar që edhe tash po e shohin se çfarë po veprojnë, edhe kur Luti po i thot mos më turproni para mysafirëve të mi e tjera, ata prap nuk kuptojnë, atëherë ndodh ajo që është më e çuditshme. Ky popull dënohet me dënime të shumta. Fillon një zhurmë shurdhuese e hatashme. Pastaj Gjibrili, të respektuar të shikues Gjibrili, kur përmendim Gjibrilin, kur e themi në Ramazan, zakonshëm natën e Kadrit, zbret Gjibrili, ne tregojmë që Gjibrili është edhe i fortë, i fuqishëm, por pak kemi ide për fuqinë e tij. Gjibrili kur e viziton tokën, për këtë ne duhet të jemi në adhurim, sepse sa është gëzim që ai na viziton, i cili ka sjell shpalljen tek pejgamberët, ashtu është edhe forca e tij për dënim. Gjibrili me një krah të tij, kur e prek tokën, ato fshatra e i bën bashk, me krahun tjetër e lëviz i çon të gjithë në ajër. Thuhet të respektuar të shikues që ata kanë arritur deri në qiellin e dynjas, në kulmin ku ulurima e qenve dhe e deleve e gjallësave tjera është dëgjuar nga melajket në lart. Pra, mendojeni se çfarë trishtimi të madh ai popull ka pas dhe janë sjell përsëri të përplasur në tokë. Janë shkatruar tërësisht për kryenësinë e tyre dhe për mëkatin që ata nuk deshen të heqin dorë asnjëherë. Dhe janë përplas në tokë përsëri, e Allahu xhelle xhelaluhu vazhdon me tjetrin dënim. Ky ishte i dyti, pra zhurma fillimisht, ky ishte dënimi i tjetër, pra ngritja në qiell dhe rramja në tokë, dhe dënimi tjetër i tretë në këtë rast është që ndërtesat e tyre u shndruan, pra ajo që ishte kulm u bë themel kushtimisht, dhe ajo që ishte themel u bë kulm, pra u rrotëllua gjithçka dhe aty nuk mbeti përpos një grusht i besimtarëve që i kishin besuar Lutit alayhis salam, ata shpëtuan, të tjerët të gjithë ju nështruan këtij dënimi shumë të dëmshëm, shumë dënim prekës që të tregon se Allahu xhelle xhelaluhu nuk e duron njerëzimin që të bi prodhime të veta, çrroditje të veta, të bëj përdhosje të vlerave njerëzore, e të mendohet se ato janë normale dhe të jenë të pranueshme në mesin e njerëzve. Një gjë e tillë asesi nuk pranohet, një gjë e tillë asesi nuk është e tolerueshme, një gjë e tillë asesi Allahu xhelle xhelaluhu nuk e miraton. Edhe ky dënim që ka ndodhur në atë popull në atë kohë është mësim i jashtëzakonshëm për mbar njerëzimin, dhe me këtë dënim që e mori ai popull nga këta mysafir, pa u bë ndonjë shkatrim, pa u drill toka, pa u bë ndonjë prishje e rendit të kozmosit, pra dielli në vendin e vet, hëna në vendin e vet,
toka në vendin e vet, por populli, respektivisht toka ku është duke jetu populli zullumçar, vetëm aty është çoroditja. Andaj është Allahu xhalla xhelaluhu, është i plot fuqishmi, është edhe i gjithë mëshirshmi, por kur te kalon mëkati, mëshirën e tij kalon tek hidhrimi, e hidhrimi i Allahut është i dëmshëm. Nuk guxojmë ne të rrezikojmë asnjëherë si njerëz dhe të bim në të njëjtat që kanë ra popujt e mëhershëm, për cilin po e dim cili është epilogu i tyre. Këtu ka shumë mësime që duhet të nxirren të respektuar të ligjikues, e ne do të bëjmë një shkputje këtu e do të merrim me mësimet e epilogut të popullit të Lutit dhe pse duhet të reagojmë. Kthehemi pas pak, ju qëndroni me ne, me lejen e Allahut do të detajojmë këto arsye. Të respektuar teleshikues, rikthehemi për të vazhduar rrjedhën e emisionit ton të përjavshëm, Popujt e Kuranit, ku sonte ishim duke folur për epilogun e popullit të Lutit alayhis salam. Epilogu i këtij populli ishte se Allahu xhalla xhelaluhu i dënoi. I dënoi me forma të ndryshme të dënimit. Në një ishte zhurma shurdhuese për ta që ishte e padurueshme dhe dridhje, kishte shkaktuar dridhje tek ata. Ishte pastaj ngritja e tyre në qiell, do thotë me një krah të Xhibrilit alayhis salam, dhe zhurmat edhe të kafshëve ishin dëgjuar nga melajket. Ishte pastaj deformimi dhe shkatërrimi i tër vendbanimit. Vendbanimi pra edhe në kuptim fundi i qytetit ishte fillimi, fillimi i qytetit ishte fundi, fundi i shtëpive ishte bërë kulmi dhe kulmi ishte bërë fundi. Ky ishte një dënim tjetër. Pastaj mbi ta Allahu xhalla xhelaluhu kishte sjellur gur, të cilët ishin të njëpasishëm. Gur në cilën Allahu thot jo vetëm që kanë qenë gur, thot po kanë qenë musawwamatan 'inda rabbik, kanë qenë të shkruar te Zoti juaj. Zoti i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë të shkruar, mendohet pra prej komentuesve kanë thënë se çdo gur e ka pas emrin e personit që është dashur ta godas. Kjo tash tregon për një precizitet të hatashëm të Allahut xhalla xhelaluhu dhe një përcjellje të hatashme gjithashtu, për të thënë pra një hetim ndaj keqbërësve që Allahut asgjë nuk i humb. Të paktën nëse ju duket një gjë e tillë që është e pamundur, ose a ka ndodhur apo nuk ka ndodhur, takim të dishme se në ahiret as sa një zerre, as sa një atom, as sa një grimc dhe më e vogël se atomit nuk do t'i humb askujt. E mira do t'i shfaqet dhe do t'a sheh, e keqja do t'i shfaqet dhe do t'a sheh. Allahu i ka ruajt të gjitha. Dhe ata gur, pra Allahu xhalla xhelaluhu i tregon se i ka regjistruar emrat e keqbërësve aty. Pastaj është interesante në surën tjetër, në surën Hijr, Allahu duke i rrëfy pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për komplet ngjarjen, se si kanë ardhur musafirët tek Ibrahimi alayhis salam, se si pastaj i kanë dhënë myshdën atij për lindjen e djalit Ishakut dhe pastaj Jakubit, pastaj për rrëfimi se ku do të shkojnë, cili është plani i udhëtimit tyre, se çfarë do të bëjnë te populli i Lutit, bisedën e Ibrahimit me ta, pastaj krejt bisedën e Lutit me ta, se ku do të shkojnë, ku do të rrinë, ku do t'i pret ata në shtëpi, natën, gruaja e Lutit do të jep sinjale se kemi mysafirë, tjera të gjitha këto, dhe në fund kur përmend Allahu edhe dënimin, e thot një fjali që në gjuhën arabe i thuhet jumle i'tiradie, një fjali e cila del nga konteksti i bisedës dhe nga ajo që ishte kronologji historike,
e thot një fjali Allah dhe kthehet prap në kronologji për të vazhduar, thot la'amruka innahum fi sakaratihim ya'mahun, pasha jetën tënde o Muhammed, ata kanë qenë të dehun në atë që janë dhënë mas tyne në çështjen e verbrimit pas veprës së keqe. E Allahu xhalla xhelaluhu pastaj i kthehet dhe thot fa akhadhathumus sayhatu mushriqin, i ka marrë pra pastaj atyre dënimi me zhurmë. Pastaj tregon se si është bërë fundi i qytetit fillimi që e përmendëm më herët, dhe se si janë dëbuar ose si janë kanë rambita edhe gur. Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Inna fi dhalika la ayat lil mutawassimin, thot Allahu, padyshim që në këtë ka argumente për ata që dëshirojnë që të marrin mësim. Wa innaha la bisabilin muqim, inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin. E kjo është në një vend që është afër rrugës ku mund të shihet, dhe kjo, sikur e përmenda, është zbuluar edhe së fundmi në vitin 2015, para 10 viteve plot prej tani, se aty ka pas një vend banim, e këtu thot ka argument për besimtarët e kjo fundit. Kjo e 2015, nëse dikush ka pas dilema për një përshkrim se Kurani është libër hynor apo jo, po flet dikush nga hamendja apo si, e ka shkruar këtë Muhamedi, i cili ishte analfabet apo si, duhet të kemi kujdes shumë se këto janë të vërtetat të Kur'anit që Allahu i plot fuqishëm na i ka rrëfyer. Të respektuar teleshikues, e thash edhe më herët se kjo temë është e ndijshme edhe për këtë kohë, madje prej ngjarjeve më interesante ndoshta të historisë ose historive të ndryshme të popujve të kaluar, do të ishte kjo që në këto kohë më tonë tenton të rikthehet dhe të jetë pjesë e normalitetit në shoqëri. E tham dhe po përsërisim. Apo mendojnë njerëzit se Allahu ka ndryshuar qasin? Apo mendojnë njerëzit se Allahu është dobësuar? Apo mendojnë njerëzit se Allahu hidhërimin tash e ka më ndryshe dhe mëshirën e ka më ndryshe? Nëse Allahu është i njëjtë dhe gjithësia është e njëjtë, atëherë shkatrimi po ashtu është i njëjtë. Ata njerëz, shumë kush që në ditët e sotme mendon se ne po ndërhyjmë në drejtat e tjerëve dhe në emër të drejtave të njeriut kërkohet dhe obligohen njerëzit të njohin edhe të drejtat e komuniteteve me orientime seksuale të ndryshme. Të nderuar vëllezër dhe motra që na përcjellni, kjo çështje është tepër e ndihshme. Nëse ne jemi në një botë ku të drejtat e njerit janë të garantuara, kërkush nuk po thot se ne po synojmë me i prish ato të drejta në kuptimin e qasjes individuale. Njerëzit ndoshta edhe në kohë të mëhershme dhe në kohë të profetëve të tjerë kanë mund të bëjnë veprime të tilla pa e ditë askush. Njerëzit bëjnë mëkate në fshehtësi në mënyrë të vazhdueshme. Dhe ne nuk jemi ata që kërkohet të shkojmë në dhomat e tyre të hulumtojnë se çfarë veprojnë. Por pse është tendenca, dhe këto duhet të na tregojnë ndonjëherë bota, sidomos ata që janë therrës në këto veprime të ndyta dhe të ulta, pse është tendenca që këto të promovohen? Pse duhet të ketë paradë? Pse duhet të normalizohet qasja e tyre në shoqëri? Do të mundoheshim ta pranojmë deri diku, në rregull që nuk po i bollizojmë dhe nuk po pse unë duhet ta di kush është çfarë orientimi ka. Pse duhet pastaj të kaloj çështja edhe në të drejtën për të bërë martesa ata? Martesën ne e bëjmë për një arsye. Kur thoj për një arsye, janë disa arsye në to. Martesën e bëjmë që të dihet kush është burr i kujt dhe kush është gruë e kujt, dhe fëmijët pastaj të kenë identitet. Nëse një grua është martuar në 2 vende, për shkak se i ka vdek burri i parë, ose është shkurorzuar me atë burr dhe ka fëmijë në të 2 vendet, atë të dihet se po dihet që të 2 fëmijët e kanë nën këtë grua, por të dihet se cili
cilin persona kanë pas baba. Kjo është martesa. Po të mos ishte kjo, për çështje të shfryjes së moralit nuk do ta kishte bërë Allahu të legjitimuar martesën. Po të mos ishte lindja e fëmijëve dhe ardha e fëmijëve në këtë botë nëpërmjet martesës, do të ishte martesa absolutisht çështje e lirë, sikur çështja e ushqimit. Le të gjendet kush ku të mundet, çfarë të bëj, çfarë do të bëj, etj. Allahu xhalla xhelaluhu e ka legjitimuar martesën për këto dy efekte. Tash të më thoni, a linden fëmijë prej martesave një gjinore? Nuk linden fëmijë. A quhet familje nëse dy burra thonë se ne jem bashk, ne bashkjetojmë, ne nuk quhet familje, ose dy gra. Atë pse duhet të promovohet dhe pse duhet të kenë të drejtë këta që të shkojnë në ofiçari dhe të regjistrojnë veten në gjendjen civile si njerëz të martuar. Pse duhet të njihet kjo e drejtë? Pse ju mohohet këtyre pastaj e drejta tjetër? Cila është ajo? Me ligj po ashtu, ai njeri që zgjedh të ketë një martesë nuk ka drejt në këto vende, në vendet sikur që në vendet tonë të ketë martesë tjetër. Pra, nëse një burr është i martuar, nuk mund të martohet edhe me një grua tjetër, apo që e lejon feja islamet një burr të ketë dy gra. Ligji nuk e lejon një gjë të tillë. Pra, i bie se ky që ka një martesë një burr me një burr të regjistruar, këta edhe po të pendohen pa bërë shkurorzimin, nuk kanë të drejtë as të martohen ky burr dhe ai burri tjetër me gra të tjera që ata të krijojnë familje. Ku është urtësia këtu? Ku është fshehtësia këtu? Ku është mençuria këtu? Asgjë nuk ka. Pra pse këta duhet ta legjitimojnë dhe ne duhet t'ia njohim ato të drejta? Sepse këtu do të prodhohen ligje tjera, ligji për fertilizim, ligje tjetër që ata kanë të drejtë të porosisin me fëmijë tek dikush tjetër të vendet të varfra e të ngjashme që me farën e tyre kanë se këta janë baballarë të kenë fëmijë. Ligji do t'ju njeh pastaj edhe të drejtat shumë, ka shumë çorëditje që kur lejohet kjo para, i ngërthen të tjerë dhe të gjitha synojnë në shkatrimin e normalitetit të zhvillimit të familjes. E këtë Allahu nuk e ka duruar asnjëherë, nuk do ta durojë as tani. Për këtë arsye ne flasim, nuk është që dëshirojmë të ndërhyjmë në drejtat askujt, nuk dëshirojmë të shpërfaqim intimitetin e askujt, fshehtësitë e askujt. Nuk është që dëshirojmë të ndërhyjmë dikujt në qasjen e tij edhe të gabuar. Ne njerëzit i lëmë të lirë edhe kur bëjnë shirk. Efe ente tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. Ti o Muhammed dëshiron që ti detyrosh njerëzit të bëhen besimtar, nuk mund ta bësh. E jotja është belligh ma unzila ilayki min rabbik. Por ço mesazhin që të është zbrit prej Zotit tënd. E jotja është që ti të tjerëve t'ju tregosh të mirën dhe të keqen. Ata pastaj do ta zgjedhin. Mirë po, kur e mira dhe e keqja mund të prekin edhe tek tjetri. Dhe ne e themi, askush nuk mund të të ndërhyjë dhe nuk mund të tregoj se është zullumçar për ty derisa të mos cenoj të drejtat e tua. Unë mund të flas kundër të drejtave të tua ose ideve tua derisa ti të mos cenohesh me dorën time, apo. Por ti po më cenon mua. Ti je duke më kërcënuar mua edhe më keq. Në populli i Lutit nuk ishte i tëri homoseksual. Tash fillimisht atje ishin gratë. Pse u vran, pse u mbytën gratë? Pse prej tyre edhe gruaja e profetit Lut është shkatruar? Sepse ato nuk bën veprimin e dytë, por heshtën ndaj veprimit, e përkrahen veprimin. Këtu një ditë kur do të zbret dënim, do të zbret edhe mbi hoxhallarët, bile fillimisht ndoshta mbi hoxhallarët. Pse heshtet ju? Ku ishit? Ku është zëri juaj? Pse nuk ngritet zëri juaj kundër dukurive negative, të cilat shpërfaqen dhe mëtohet, dëshirohet, synohet që ato të bëhen publike, të bëhen me paradë. Ne martesat i bëjmë të voglave sa për të shënuar ngjarja. Thrasim pak njerëz, të tjerët bëjnë imoralitet, bëjnë vepër makabër të keqe, të cilën hyjnia Allahu e ka dënuar.
të cilën Allahu nuk e ka duruar, cilën ne nuk duhet të jemi absolutisht të sigurt se ne do të kalojmë lehtë me gjëra të tilla. Andaj këtu duhet të kemi shumë kujdes se jemi përgjegjës të shoqërisë, jemi përgjegjës për dukuritë negative që përhapen dhe ne heshtim secilin në mënyrën e vet. Normal, me tekst të veçantë, të dënuar do të jenë ata që e kanë pushtetin, ata që e kanë mundësinë për ta ndalë. Unë kur përmenda hoxhallarët, përmenda si ata që e dinë më së miri, por nuk e kanë më shumë se gjuhën, nuk e kanë forcën ata, nuk e kanë mundësinë për ta ndaluar dhe parandaluar një veprim të tillë. Populli i thjesht çfarë të bëjë pastaj. Por dhe ata, nëse rrinë duar kryq, nëse ja bëjnë like minimumi po flas, atyre që promovojnë të keqen dhe fyjnë ndaj atyre që reagojnë ndaj kësaj të keqe, atëherë ata janë sikur ata në kuptimin e pjesëmarrjes në dënim. Nëse vjen dënimi i Allahut, dije, një guri lart në qiell mund të shkruhet me emrin tënd dhe do të godas mu në mes të kokës. Ne gjithë kemi për të vdekë. Vdekjen askush nuk ma sjell më herët, as nuk mund të ma vonoj. Është shumë e rëndësishme si shka po vdes, si mbrojtës i të vërtetës, i të mirës, apo si mbrojtës i të keqes dhe promovues i saj. Pra, këtu duhet të marrim mësime të gjalla, të jashtëzakonshme që duhet të kemi parasysh se Allahu xhalla xhelaluhu i kërkon prej neve. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ju jeni populli, komuniteti më i mirë ndë njerëzit që jeni dalë në sipërfaqen e tokës. A di për çfarë arsye jeni më të mirë? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, sepse urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Pra kur ju nuk urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga nuk jeni më të mirët. Ju njerëz të rëndomt, madje mund të jeni nëse edhe e pengoni të mirën, e promovoni të keqen, ju jeni nga më të prishurit. Ju jeni nga ata që dënoheni dhe duhet të dënoheni për veprime të tilla. Jemi të obliguar që ndaj të keqes të reagojmë, e jo një grusht i njerëzve me para të caktuara, me pushtet që e kanë të mbizotroj krejt botën dhe edhe ai president edhe ky tjetri të detyrohen, edhe ai kryeminist edhe ky tjetri të detyrohen dhe të ndihen të obliguar, madje edhe ai që synon të ngjitet në shkallët e politikës dhe të aktivitetit të tij shoqëror, organizativ, shtetëror, politik, ai duhet fillimisht të marrë pjesë në përparada, të tregoj ambasadave të caktuara ose ambasadorëve të caktuar ose individëve të caktuar që promovojnë vlera të tilla se unë jam pro kësaj dukurie dhe është mirë që në mua të investoni sepse unë jam ndryshoj popullin këtu. Unë jam ndryshoj këtë konservatorizmin e mbetur të primitiv që atyre ju duket pra se ne qenë kemi të mykur në mendje, ata qenë kënë iluministët të ndriquar dhe të menqurit e kohës. Asesi, aq sa kanë qenë të pastër, ata në kohën e lutin e qushin të papastër. Cili po përmendet sot. Pse nuk shkon ndonjë shtet, sot të ndërtoj ndërtesën e tyre tek vendi i Jordanis, për shembull atje, tek deti i vdekur. Pse nuk e merr dikush modelin dhe të thuhet epitetin e Sedumit, popullit Sedumit, ose ta Muras. Pse dikush nuk mburret me emrat e tyre, si të mburresh me emrat e atyre që Allahu i shkatërroi. Si të mburresh me atë histori që është e gjallë dhe është hidhrimi i Allahut. Për këtë arsye edhe nuk preferohet të vizitohen ato vende, tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam, kur të kalonin ka një vend tek i cili ka zbrit dënimi i Allahut, tha nëse s'qani për një me bëhuni që po qani dhe kaloni në përshpejtim. Pra nuk lypet, nuk bëjmë thirrjen këtu që të shkoni dhe të vizitoni ato vende edhe të shihni dhe të gjurmoni gjërat të tilla. E rëndësishme është që vetëm të kuptohet dikush që e ka bërë këtë studim, t'ia sjell njerëzimin dhe të kuptohet se vërtet Allahu aty ka zbrit hidhrimin e tij dhe dikon e ka dënu, ama jo që ne të shkojmë dhe të vizitojmë. Aty ka zbrit dënimi i Allahut. Dëshiron përsëri të zbresa. Pra këtu i bie se është interes i shteteve që t'i mbrojnë kalat e tyre, vendet e tyre, shtetet e tyre prej armisive. Një shembull shumë i thjeshtë.
Çfarë nëse dikush merret me tradhti kombëtare? Çfarë nëse dikush vërtetohet se po spionon shtetin tek armiku? A nuk e kemi obligim prej agjensisë së inteligjencës, prej Ministrisë së Brendshme, prej prokurorisë që të ndjekin këtë rast dhe të qesin para dënimit, para drejtësisë për t'i dënuar me dënimet për tradhti kombëtare, të cilat janë të precizuara në kushtetutë dhe në ligj. A duhet të bëhet kjo? Po duhet të bëhet. Pse? Sepse këta atë ndërtesë, atë gjak që është derdhë, atë sakrificë të kahmosshme që është bërë për të ndërtuar këtë shtet shembull, këta ta shkatrojnë, apo? E çfarë nëse ky shkatrim është i garantuar që vjen madje jo nga një njeri që ti mundesh të ulesh dhe të bësh bisedime me të e kompromise, por mund të vjen nga lart, nga qielli. Është obligim, jo për bindje teme personale ose dëshirë time personale. As për bindjen tënde edhe dëshirën tënde. Ti le të jesh çfarë dush komuniteti i nderuar udhëheqës, ke kush ke, pa emra, pa etiketa. Por jo të këtë ta bësh në kurriz të shtetit dhe të popullit, sepse ti më shkatron veten dhe mua. Dhe ti je rrezik potencial për të prish atë ndërtesë që dikush e ka ndërtuar. Për teket e tua, për budallëqet e dikuj tjetër, për dobësitë e tua ose tona ose të përbashkëta, jo. Duhet të themi të keqes jo, sikur që shumë vende në botë i kanë thonë jo, dhe kanë ecë përpara. E jo miliardat e dikuj të dominojnë dhe të promovohet, të provokohet, se në fund fare, as ata nuk janë të bindur që është mirë, edhe ata dinë që nuk është e keqe. Madje shembull hipotetik, presidenti i caktuar, kryeministri i caktuar, udhëheqës i caktuar, lider shpirtëror, hoxhi i nderuar, mufti i nderuar, për i Zotit, po të orientohej shumica absolute e popullit në martesa të tilla, të cilat ju dini se nuk do të jenë produktive. Pra të martohen burrat me burra dhe gratë me gra. A dini që kjo është shuarje e kombit? Për çfarë flisni? Çfarë patriotizmi keni pasaj? Nëse thoni se po ja japim drejta dikujt, pra një pakicë të caktuar, ti haj drejtja ato drejta dhe vazhdoni, por mos i promovoni, se promovim i tyre i bie se bëheni sa më shumë një gjë të tillë. Dhe nëse ti bën thirrje për bërje sa më shumë, ti je antikombëtar, ti je spioni më i keq, ti je njeriu më i dëmshëm i shoqërisë për arsye se ti je në shuarje të popullit, të kombit, të farës ton që e kemi kultivuar dhe kemi ruajtur me gjenerat pas gjenerate. Andaj duhet të kemi kujdes. Sidomos, mos të luaj me rrymën, mos të luaj me gjërat e rrezikshme, mos të luaj me atë që Allahu në Kur'an të ka treguar që një popull kështu e kam shkatruar, çfarë po pret ti? Thash edhe një herë, dhe po përsëris, Allahut nuk i atribohen cilësitë e dobësimit, cilësitë e ndryshimit të qasjes, cilësinë e angazhimit me diçka dhe harresës për diçka tjetër. Ajo është i njëjti. Allahu ka ditë ti dërgoj, kjo është një mesazh shumë i madh. Ti dërgoj ata mysafir tek dikush t'i japin myshde, t'i japin si harresë se po të lind një fëmijë në pleqëri, edhe nga ai tubim të shkojnë te tjetrit se ky popull duhet të shkatërrohet. Ti duhet të jetosh, o Ibrahim a.s. Ti duhet të bësh baba edhe një herë, o Ibrahim a.s. Prej lozës tënde dhe prej lozës së Isak do të vinë edhe shumë profetë të tjerë, o Ibrahim, dhe ti do të mbetesh në kujtesën e njerëzimit, ndërkaq këta do të shkatërrohen dhe do të mbeten në kujtesë vetëm si të shkatëruar. Mjafton ky për mësim dhe për model. Kujdes nga përhapja të keqes dhe nga heshtja ndaj të keqes, e mos lasëm nga promovimi i të keqes. Allahu na ruaj të gjithëve. Për të takuar në një emision tjetër, me një ngjarje tjetër, me një popull tjetër që na rrëfen Kurani, deri atëherë ju lëm në kujdesin e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.